Partia Demokratike ka kontestuar në zyrën e rregullatorit të energjisë vendimin e këtij institucioni që nga 1 qershori të dalin në treg të hapur të energjisë bizneset me qarkullim vjetor më shumë se 10 milion euro ose me më shumë se 50 punonjës. Deputeti Abelar Tahiri në një konferencë për media tha se PDK-ja ka dorëzuar në ZRE një kundërshtim administrativ ndaj këtij vendimi, të cilin e cilësoi të jashtëligjshëm. Ne do të presim 15 ditë për një njoftim nga zyra rregullatorit të energjisë për ta anuluar pikërisht këtë vendim, dhe nëse brenda 15 ditëve ata nuk kthejnë përgjigje apo nuk anulojnë vendimin, ne normalisht në ditën e 16 do ta procedojmë në departamentin administrativ si kundërshtim administrativ ndaj këtij njoftimi, realisht se ky as vendim nuk është. Në këtë konferencë shtypi, Tahiri e ka akuzuar qeverinë në detyrë për korrupsion me energjinë dhe ka thënë se një nga kompanitë që ka aplikuar për licencim për shitblerje të energjisë është ajo e themeluar nga Luan Dalipi, i cili është shefi i stafit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Në njërë non, kryeministri e dërgon vllahun në departamentin për shitblerje të energjisë elektrike në Kek, dhe në anën tjetër shefi i stafit kryeministrit kërkon licencë pra këtyre kompanive që i kanë qitë në treg lirë me u shit energji elektrike. Përbes kjo është e tmerrshme dhe këtë nuk dia mund ta quajmë me korrupsion. Dalipi ka reaguar pas kësaj deklarate dhe ka konfirmuar se kompania tani është në pronësi të vllait të tij, Driton Dalipi. Tregtimi i energjisë është parë nga ai thjesht si mundësi për ta komplementuar këtë tendencë për të zgjeruar në këtë sektor. Aplikimi për licencë është bërë në mënyrë të hapur, ligjore dhe të rregullt pranë ZRE-s. E pas pyetjes që ja ka përcjell koha, Driton Dalipi ka dërguar një deklaratë të menaxhmentit të kompanisë me të cilën ka kundërshtuar akuzat e Tahirit. Deklaratat e zotëria Abelar Tahirit janë të pabazuara. MDA është një kompani private me mbi 20 vjet përvojë në fushën e konsulencës profesionale dhe nuk është pjesë e spektakleve mediale me prepavi politike. Që nga themelimi në vitin 2004, MDA ka funksionuar si një kompani plotësisht private dhe e pavarur dhe asnjëherë nuk ka përfituar nga lidhje politike apo privilegje të padrejta. Gjatë mandatit të qeverisë Kurti 2 janë ngritur një numër dyshimesh që lidhen me tregtimin e energjisë. Zyrtar të lartë të Kekut, përfshirë edhe tashmë ish kryeshefi Nagib Krasniqi, janë në procese gjyqësore. Ndërkaq, krahas rritjes së çmimit të energjisë, ZRE-ja ka vendosur t'i qesë në treg të hapur rreth 1300 biznese, të cilat një ditë më parë vendimin e kundërshtuan, duke mbyllur pjesërisht hyrjet për në Prishtinë.